Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. E vërteta që duhet të dish në këtë histori dashurie. Pra, kush është e vërteta që ti duhet të dish në këtë histori dashurie? Fokusoje energjinë në këtë video, nëse e shikon për këtë moment, dhe mendo. Dhe qetësohu duke pritur përgjigjen. Rrota e fatit më tregon që personi që ju keni në zemrën tuaj, që keni në lidhje, është një person pak i ftohtë, pak i trequr, që nuk ua shpreh fjalët e ngrohta të dashurisë. Është pak egoist, ka një ego të sëmurë, ka një ego si një, është pak i rezervuar, ka të pjesën e delirit brenda vetes së tij, që çdo gjë që ai thotë është ashtu, është e drejtë. Është në një lidhje pak të komplikuar, në një lidhje toksike, me probleme, por thot do të ndryshoj. Pra, e vërteta e kësaj lidhje tuaj është që ky person ka probleme në jetën e tij. Ka një lidhje toksike me probleme, me mendime negative, por do të ndryshoj. Do të ndryshoj sepse ti i përcjell gjithmonë paqe, i përcjell atë qetësinë e tij shpirtërore, atë qetësi që atij mungon shumë në jetën e tij, sepse nuk ka një jetë të mirë, një jetë pozitive. Dhe shumë shpejt ky bën një udhëtim për të ardhur drejt jush. Pra, e vërteta e kësaj historisë tuaj është që ky person ka probleme dhe do të vi drejt jush për të zgjidhur këto probleme me ju, sepse është një person i dashuruar me ju. Mbreti i kupave tregon që ky person është i dashuruar. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë të horoskopit? Me ujorin, me kaforen, me luanin, me dashin, me binjakët, me denin, me peshqit dhe me akrepin. Kurse me shenjat, më falni, me gërmat, ngatroj gjithmonë, me gërmat, me gërmën J, me gërmën B, me gërmën D, V, me gërmën K, Sh, V, P, Q, E, I, R, Y, N, L, F dhe me gërmën A. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.